Mirëmëngjesi të gjithëve. Ja te kemi drejt për së drejti në Reze Dielli në hapësirën e kuzhinës, ku aroma që do të mbizotëroj në ditën e sotme vjen një aromë tradite përmetare. E tillë do të jetë dita jonë sot. Në qytetin e Trëndafilave, për shkak të kopshtarisë së zhvilluar aty, në qytetin me një larmishmëri të pasur, etnografike, kulturore, duke nxjerrë artistë të mëdhenj, e mbi të gjitha, për veçoritë që ka në fushën e gatimeve, në fushën e gastronomisë, duke zbuluar diçka më tepër rreth duarve të arta të anvisave tona, për receta tradicionale përmetare. Disa prej tyre do t'i sjelli Albana sot, ndërsa për pjesën tjetër do të flasim me miqtë tanë në studion ton, po ashtu edhe drejt për së drejti nga qyteti i Përmetit. Do të flasim për Përmetin në tërësinë e tij, për vlerat etnografisë, për këngën përmetare, për dasmat përmetare, për veçoritë kulturore. Për të gjitha të Përmetit, shkurt. Gjithçka që lidhet me këtë qytet kaq të pasur dhe që padyshim që duhet vizitohet nga të gjithë ne. Për ata që nuk kanë shkuar në Përmet, nëse do të dëgjojmë bisedën e sotme, do të jetë patjetër një destinacion për të njohur më tepër me këtë qytet të bukur të Shqipërisë. Ne do të nisim me recetat e Përmetit, 2-3 të tilla, aq sa mund t'i prekim sado pak, se pjesën tjetër pastaj do ta shpjegojmë ndoshta edhe përmes lidhjeve të drejtë për drejtë që të kemi nga qyteti i Përmetit. Albana do të gatuaj cilën recetë? Ndihem shumë e vlerësuar të gatuaj paktën 3 receta të Përmetit, sepse e tha dhe Niki që ka shumë receta. Megjithatë, unë sot dalem tek pul me thërmia. Pra në gjuhën e Përmetit është pul me thërmia. Në të tjerat është dromsa, në të tjera është si të doni ju. Mjafton, unë dua të kem atë dhe atë shijen e Përmetit. Për të pasur këtë, ne na duhet një pul. Unë kam marrë disa pjesë të pulës sepse gatuam për pak. Kam shkrirë pak gjalp, sepse me kaq dua të ndalem. E vë në një nxehtësi mesatare, dhe kam prerë copat e pulës. Derisa të ngrohet, këtu kam mielin, vezët, që të dyja këto të kalojnë që të bëhen thërmiat. Kripa, piperi dhe në fund fare që është lemontozi me hudhra do të kalojnë tek supa. E shikoj që nuk do presjë gjalpin, dhe mirat është me pak fare vaj. Do të shtoj pjesët, opja, do t'i kaurdisim pak. Një kaurdisje të lehtë, gjë që do t'i vë kapakun, dhe këtu kam mielin, sikurse kam edhe vezët. Le të marr një tas. Ne punojmë për të bërë ato thërmiat në çast që i duhen kësaj recete. Tek mielli unë do të shtoj pak kripës. Gjë që mua më duhen, thash 2 të verdha vezësh dhe 6 luk miell. Miellin ju e dini shumë mirë, që me miellin ola ju zgjidhni çdo. Po, miellin për çdo përdorim. Ndërkohë, ja ju sollëm një recetë që i përket anvisave përmetare. Sigurisht që kemi receta të tjera, shqeto e Përmetit që quhet, që e kemi gatuar dhe më përpara. Pastaj për glikot e famshme me copëzat e frutave, janë vetëm duar të anvisave përmetare që mund t'i sjellin dhe që kanë bërë të njihen jo vetëm brenda Shqipërisë, por edhe jashtë përmes panajireve të ndryshme të gastronomisë, teksa anvisat kanë prezantuar pikërisht këto receta fantastike. Pra shtova. Byrekut e famshëm të Përmetit, mesnikun me lakrishtet, me fam, patjetër. Pra, te mielli shtova kripën, sikurse dhe kripën, vezën edhe asgjë tjetër për të bërë ato thërmia. Reshedia gjithashtu është e famshme që ne kemi përgatitur dhe më herët në kuzhinën tonë. Ne kemi sill të gjitha gatimet e Përmetit. Edhe ato qifqit që ka dhe gjirokastra, sërish i përdor dhe i gatuan dhe Përmeti. Pula me thrime siç po e gatuajmë sot. Atëherë do të largoj nga procesi termik pak pulën dhe do ta vazhdoj pak sa më vonë. Përse? Për të njëjtën arsye sepse
kur unë të kryoj thërmijat, gjë që me fërkimin e dy duarve, unë do të kryoj thërmijat, duhet i lë pak sa të marrim pak, mos jenë aq, të kem pak thatësirë në ambientit, të marrim pak sa. Mund të bëhet, nëse ne kryojmë një brum pak më të trashë, sepse ndryshojnë traditat. Dhe normalisht do ngelëm tek e përmetit, ndryshojnë traditat, disa i bëjnë në shosh. I thërmojnë kështu tek pjesa e rjetës së shoshës. Bëjnë ato grurin, sepse dhe dasmat përmetare janë të famshme përmes traditave, riteve të ndryshme kulturore, po ashtu edhe këngëve dhe valleve të përmetit, që janë shumë të veçanta dhe shumë të bukura, që janë trashëguar brez pas brezis. Na kujtove shoshën, kur shoshim grurin për dasmat, se pjesa e Juglindjes si ka këto tradita, të hënën e parë, pra të hënën e javës së dasmës, shoshet gruri, me ato lulet e bukura sipër, ku mblidhen të gjitha gratë, këndojnë këngët e dasmave, janë shumë të veçanta traditat tona. Sa thërmizat të tilla, e ta largojmë, apo do të duhet për t'i vendosur? E largojmë dhe presim derisa të... Nëse vezët janë më të vogla, normalisht marrim një vezë më të madhe, pra marrim edhe një plus. Vezët ju e dini shumë mirë, që janë të masive të ndryshme. Pra, në këtë mënyrë, ne duhet i punojmë. Duhet të qëndrojnë të paktën në 20 minuta, që ne të kemi atë... Të punohet mirë, që veza, mielli, produktet të ndërthurën të gjitha bashkë, kenë atë unifikimin e produkteve. Pra, kemi filluar me recetën e parë, për cilën regjia do të na ndihmoj tani me produktet, i përsërisim dhe një herë, pra supa me thërime me pul fshati, recetë përmetare. Ju duhet një pul ose një zog fshati, 4 lugë gjelle vaj ullirik, 3-4 thelpinj hudhër, 1 lugë gjelle gjalp, lëngu i 1 limoni, krip piper i zi. Vazhdojmë me thërimet, 6 lugë gjelle miell, 2 verdha veze dhe pak krip. Është një prej recetave përmetare, kemi dhe të zbulojmë dhe të tjera, ajsa mundemi në hapësirën tonë të gatimit, do t'i gatuajmë, 2-3 receta që vinë nga përmeti, pjesën tjetër pase do ta komentojmë përmes eksperteve të gastronomisë, njohësve të etnografisë, për të ndërthurur traditat, rritet kulturore dhe etnografike të këtij qyteti, sepse na duhet që të mësojmë diçka më tepër për qytetin e trëndafilave. Sigurisht e përmendëm, klikot e famshme, breku me ithra lakërishte, qifqit, i përdorë siç thash edhe gjirokastra, dhe pastaj ajo është ajo tava me kërpudhat e malit. Reshedia që do jetë sot, është e veçantë. Normalisht e përdor shumë Jugu dhe Juglindja reshedin, pra është në mënyra është në forma të ndryshme, dhe kam dëgjuar për shembull disa pse e brin reshedi pse është kjo, pra thjesht është emërtimi krahinor. Po. Tani në pranverë kanë ato festat e tyre lokale, të njohura për madhështinë e tyre, për larmishmërinë me ngjyra, me valle, me këngë, me gatime tradicionale. Dhe pastaj përmeti është i famshëm edhe për rakin e rushit, për verat e përmetit, të t'i zbulojmë pak nga pak të gjitha këto, për t'i njohur shikuesit tanë me qytetin e përmetit. Pasere zgjedhim nga një qytet dhe hulumtojmë në të se çfarë është thënë, çfarë nuk është thënë, çfarë duhet të dimë më shumë. Tani që jemi dhe në sezonin e verës, sezonin turistik, ku priten shumë turista dhe pse jo, të mos promovojmë për vëndasit njerë, për ne veten tonë, sepse më thuaj që ka shumë e shumë që nuk e kanë vizituar përmetin, që nuk e njohin. Unë e para. Brënda kornizave, brënda gjithë... Ka para përmetin, po. Po, kornizave kulturore që a i ka. Për shembull, janë manastiret e lashta, kisha, se i kam shënuar diku, kisha e Leusës, kisha e Kosinës, janë të famshme për arkitekturën e tyre të veçantë, se nuk dua që t'i zbulojmë të gjitha që të hapësira e gatimit, sepse mikesha tona do të... Pastaj, ju do të na ndiqni besoj deri në fund, nga qyteti i trëndafilave, do të kemi në një komunikim virtual edhe bilbilin e këngës përmetare, Vask Turin, e po ashtu edhe mësuesen, një prej mësueseve, Anvisa përmetare, që e ka trashëguar gatimet brez pas brezi nga gjyshja nëna
për të na folur për dasmë, për metare, të gjitha këto. Dhe shifni tani thërmijat, pra do të lë pak sa të thahen, do të thahen se ndryshe bëhen si qulla ato. Dhe unë do të jap dhe një fërkim duar tjetër derisa të kokrizohen tamam. Pra ju duar miell, të verdha veze dhe krip për të arritur në këto thërmiza, që më pas do t'i bashkohen zjerjes së pulës, se cila patjetër duhet të jetë pulë fshati. Duhet pulë freskët, të ketë aromën e pulës, nëse mundemi ta gjejmë në ditët e sotme. Ne nisëm me kaurdisjen pak, pra u kaurdis pula, do ta vazhdojmë edhe pak më tepër, se u morëm me thërmijat, këto ndërkohë edhe thahen pak. Po, prandaj edhe bëra këtë procedurë të punës. I lë edhe pakës fare sa të marrin atë vrullin, pastroj dhe unë duart akoma dhe më mirë. I kam darë në pjesë të vogla, sepse nuk është që bëhet në një pulë tërë, e pa prerë. Do të shtoj masën e kripës. Pakos fare ujë. Dhe i lë me kapak. Dihet që brumi është pak i vështirë, të largohet nga duart. Ngjit sepse është dhe i pa punuar mirë deri në atë fazë që largohet komplet lagështia. Tani duhet për këtë recetë 3-4 thelpin udhër. E krijoj në formën e Tani, dihet që as pak nuk po konkurojmë as një anvis përmetare, se si duart tuaja dhe si që gatuani ju këto receta të tradicionale të zonës tuaj, absolutisht, por diçka kemi mësuar edhe ne, diçka dim edhe ne prej duarve të gjysheve përmetare, aq më tepër kur këto receta tashmë i gatuan e gjithë Shqipëria, nga veriu në jug dhe anasjelltas, se cila anvis merr dhe eksploron me të mishien e traditës. Jam shumë e sigurt që edhe tek anvisat e përmetit, mes njëra tjetrës prap ka kundërshtime gatimi. Unë e bëj pak më kështu. Sepse shqeto e përmetit, disa zona e gatuajnë pa qep fare, dhe një zonë e gatuan duke vendosur një qep të paprishur, siç është qepa, thjesht e hequr nga lëvozhga dhe japin aromatizimin vajit. Dhe më pas fillojnë produktet e tjera. Pra, jam shumë e sigurt. Edhe mes zonës ka patjetër që po. Është ajo shpreha që gjyshja ime gatuan të kështu. Ose nëna ime gatuan më mirë se nëna jote. Po. Por të gjitha mamat gatuajnë mirë. Dhe mua më bëhet shumë qefi dhe ne duam shumë tabanin e traditës. Më bëhet shumë qefi që të trashëgojmë edhe të sjellim në ekran duart e harta të të pjesën e hudhës që e kam këtu, të krijuar në pelte. Jam një përzierje të mirë, ja këtu në cep, s'ka problem, tek yndyra, gjë që aromatizohet vaj ashtu si duhet, merr shien e duhur pula, ose në të kundërt, si që i kam këtu, filloj sërisht, i vëdë pak apakun. I lëm pako edhe thrimeve, ndoshta thahen, base po ke nevoj që ti thërmosh akoma më tepër. Në të kundërt, unë marrë dhe vendos në furrë. Thahen, ndërkohë që ndosë këj proces, ne shkëputemi për sugjerimin e radhës për sa i takon suplementit bimor, prostatol, për të gjithë personat të cilët vuajnë nga prostata. Ndiqni dhe ofertën e sotme.
Jemi rikthyer, vazhdojmë të gatuajmë recetën e njohur të përmetit, si kundër edhe shumë të tjera të cilat do t'i tregojmë se si gatuhen, por do të gatuajmë 3 prej tyre, më të njohurat ndoshta të përmetit, që edhe ju kur të shkoni në përmet, ti kërkoni dhe ti shijoni, pse jo, edhe ti gatuani në shtëpi. I hedhim një sy edhe një recetës son të parë, të supës me pul me to thërmia të cilat i përgatitëm në çast. Supë me thërime me pul fshati. Pra ju duhet një pul ose zog fshati, vaj ulliri, hudhra, gjalp, lëng limoni, krip dhe piper. Thërimet ju duhen 6 lugë gjelle miell, 2 të verdha veze dhe pak krip. Për anvisat që e njohin këtë recetë dhe kanë përmendësh, dim t'ju themi thjesht ja u kujtuam që ju ta gatuani. Për anvisat e reja që se kanë prekur ndonjëherë këtë recetë, mund të na ndjekin hap pas hapi, është shumë e thjeshtë, receta tradicionale dihet që përmbajnë pak produkte dhe shumë shije. Kjo është një formulë e njohur e gjysheve tona dhe na bëhet shumë qefi që me shumë krenari faktikisht e sjellim këtë lloj tradite edhe në Reze Dielli, duke folur më pas edhe për veçoritë e tjera etnografike, kulturore të përmetit. Do përmendim përveç më të famshme, ato që nuk janë dhe aq shumë të famshme ndër emisionet tona, është ai lakrori që përmende me kungull edhe me hithra, me lakrishte. Tjetër, po. Është një tavë e njohur përmetare me kërpudha mali. Po. Është gjithashtu një tavë me presh dhe me mish, po ashtu përmetare, janë glikote përmetit, është dhe ai reçel i egër, reçel me fruta pylli i egër. Fruta pylli, reçeli dhe çdo lloj reçeli që bëjnë anvisat e përmetit, është pak ndryshe nga krahinat e tjera, sepse anvisat i lën frutat, i lën me sheqer. I fusin në frigorifer derisa sheqeri të shkrihet dhe të bëhet si shurup i trash. Më pas, të nesërmen, fillojnë dhe bëjnë atë zjerjen shumë avash. Edhe unë shumë avash, shiko, mjafton të kesh një përmetare, mikesh të njohur dhe ta pyesësh se pastaj traditat edhe zakonet, këngët, vallet. Unë do bëj sa për një racion, a? Po, pjesa kulturore është shumë e pasur dhe pjesa e polifonisë dhe etnografisë sigurisht që është një studim më vete, e përfshirë edhe në UNESCO. Po ca këngë që dihen që janë përmetare, që përcen dhe luhen në dasmat përmetare, por që i kanë ruajtur ata artistë të cilët me këmbgulje çojnë brez pas brezi traditën e polifonive dhe të këngëve. Një prej tyre është edhe i madhi Vaskëcuri. Vaskëcuri është kënga që atëre mbas Vaskëcurit bëri buj Vitoritu bëftë nëna. Po. Ishte një ndër këngët që i madhi vogël e dinte atë këngë. Atëherë tek i madh tek i vogël, unë qëndroj në recetën e thërmiave, shiko, patjetër që ka të bëj mielli, ka të bëj veza, pra kanë produktet kryesore që është mielli dhe veza. Gripën, shkoni merreni në det dhe nuk është fare problem. Derisa të krijohet kjo mas ju e një trajtshme e brumit, duke e lënë 20 minuta ose pakës fare në furrë. Normalisht anvisat e përmetit e lënë që të thahet. Të marrin pakës ngjyrë, besoj. Këtë mas, siç e kam, ja, shiko, do t'i shtoj pakës fare krip. Patjetër që kërkon limonin. Por, nëse ne nuk e kemi limonin, shumë mirë, i shtojmë limontozin. Derisa unë të kem, mos u mbasin ngjyrën, por të kem atë në thojza thekrimin, në thojza. Sepse nuk duhet të kenë lagështirën, gjë që unë kur t'i ndihmoj, është dhe ky lëngu i mishit të pulës që do t'japi komplet shijen supës. Pakës fare ujun këtu. Pra në këtë formë, thërmiat qëndrojnë më vete të kryzuara dhe jo një mas e një trajtshme. Atëherë,
normalisht. Pula nuk ka zjerë. Duhet të i Do të shtoj. Ka dhe aromën e hudhrës. Tani është momenti masën të thartës. E limontozit. Pakës. Piper, një prekje. Ullë nxehtësinë. Shtoj. Edhe pjesën tjetër të lëngut. Përse vura pjesën e pakët të mishit. Edhe pak. Dhe një pjesë të mishit. E kjo ngjyra e verdhë është padyshim pak nga fëmijat, nga veza, nga e verdha e vezës, nga lëngu i pulës, pak nga gjalpi. Do të lihet tani e gjithë masa për t'u zier. Ja. Derisa, shiko. Do t'i largoj këtu dhe bëhet avash. Pra, i japim kohën e duhur gatimit. Nëse ne fillojmë ta arrim ta shpejtojmë, nëse ne punojmë me gaz, gazi është dëmi kryesor në gatim, sepse të gjitha gatimet duan avash. Do thosh, o Albana, avash që të merr gjithë ditën. Gjithë ditën jo, por minutazhin e caktuar. Pra, unë i mora këto nuk i lash 20 minuta, i mora dhe i vendosa në furrë. Normalisht minimizon shijen. Po. Sepse krijohet tharja e improvisuar. Nëse mishi nuk është i zjerë tamam, nuk lëshon lëngun dhe vitaminat e veta. E kemi thënë ujin e ftohtë dhe në ujin e ngrohtë, por kjo kërkon atë procedurën që ne e marrim me ka urdisin mishin, më pas i shtojmë pak fare ujë, hudhrat, limonin ose limoni është në fund fare dhe limontozën e shtojmë pak më përpara, ashtu siç veprova unë. Dhe e lëm të bëhet avash. Është tërmijat krijohen në supë, bëhen në supë, mund të bëhen dhe në tavë. Pra që t'jenë më me pak lëngë. Si që shtigani vendoset përsëri në tavë. Që t'jetë më me pak lëngë. Unë do t'i lë avash. Do t'a ullim pak temperaturën. Derisa po e kam ullur temperaturën dhe e kam quar pothuajse në minimale, që unë të kem atë shijen e duhur, jo të dromsave, por të mishit të pulës. Më pas në fund fare shikojmë për shije, krip piper, bim aromatike jo, sepse është kështu siç duhet. Ashtu siç e ka bërë nëna. Ja, kjo është tamam tradita. E dalë nga duart e anvisave. Urëm dhe shpresojmë që kush na ka ndjekur nga përmeti të kemë rritur sadopak në atë formën, atë shijen, atë aromën, atë pamje që ju i gatuani në kuzhinat tuaja. Do të shkëputemi tani për pak reklama dhe do të rikthehemi përsëri me një tjetër recetë përmetare. Ju presim. Jemi rikthyer në këtë pjesë të dytë pas hapësirës së reklamave për të gatuar një tjetër recetë përmetare. Të traditës së përmetit, sigurisht kemi zgjedhur ato më të njohurat. Po, më të njohurat. Padyshim, pafund receta për t'u eksploruar, të cilat do t'i shpjegojmë pak më vonë me të ftuarat tona. Tani do të gatojmë ato reshetinë e famshme përmetare, apo jo? Fillimisht Regjia na ndihmon me produktet, çfarë i duhet në tryez, secilës anvis për ta përgatitur reshetinë e njohur të përmetit, një ëmbëlsirë, e cila kënaq miqt pasmit familjarët në për festat të ndryshme. Reshedi e pjekur e përmetit, 200 gram niseshte, 100 gram gjalp, 150 gram sheqer, 1 filxhan kafeje i qumësht, 600 ml ujë dhe arra të grira. Nuk mungojnë arrat në ëmbëlsirat edhe në recetat e përmetit, deri tek likoja e famshme e arrave që bëhet kur ato janë të njoma.
E pa dyshim, një nga recetat e ëmbla, kur viziton përmetin dhe kërkon në restorant apo në familjet përmetare, është pikërisht kjo e reshedis. Tregojmë tani hapasapi procesin. Masën e ujit që e kam këtu, shtoj gjysmën në proces termik dhe gjysmën në një enë. Tek ujit që kam në proces termik, shtoj sheqerin. Në përzierje. Dhe e lë të vloj. Bëj tretjen, pa tjetër. Do të shtoj masën e një seshtes. Madje, sipas informacioneve që kemi, po edhe zonjat që kemi të ftuar dhe na tregojnë, edhe një seshten gratë përmetare e përgatisin, gatuajnë vetë, që duhet patjetër të tretet tani në ujë, sepse është një proces që e ndihmon pjesën tjetër. Masën e qumshtit. Pakës qumësh dhe ujë për një seshten. Dhe të gjitha i largoj. Ne vazhdojmë të trazojmë një seshten në ujë gjatë procesit të shkrirjes apo të tretjes së sheqerit në ujë. Të dyja proceset vijojnë paralelisht, ndërkohë nuk mund të rrim indiferent ndaj pjatës së servirur. Shpejt e shpejt nga zjerja skuqja dhe që e përshpejtuam për ta sjell tek ju recetën tonë të parë të pulës me thrime, siç e quajnë vetë përmeti, apo me dromca për siç e quajnë zonat e tjera. Kjo është një pjatë përmetare. Dromca Çamëria, dromca Shkodra. Po, pul me thrime, sup me thrime me pul, siç është zona e përmetit. Pul me thrime, kjo është pjata ime. Kjo është pjata ime. Pjata jo sot. Me thrimet të cilat u përgatitën vetë për zonjat të cilat nuk ishin përpara ekranit, me miell, krip edhe të verdha vezësh, të thërmuara. Zona e përmetit ka dhe ato shoshat përkatëse që i thërmojnë, i thajnë dromkat, dromzat, thrimet dhe më pas i kalojnë tek lëngu i pulës. Dhe është një pjatë e ngrohtë e shishme që të thërret. S'kërkon majdanoz, nuk kërkon bimë aromatike, kërkon të jetë gjalpi, pula të jetë e ka urdisur dhe e zjerë avash, dhe ma të lëngu në trash që ka, më pas marim. Ja, për të treguar dhe pjesën e thrimeve, me qënë se shia tani është kështu, si që duket, e do pak gjalpin e freskët. Tani pjata jonë është ajkosur, si që shihni, dhe ajkosja vjen kur ajo që ndronë dhe që është e mpiksur si që duhet. Si mund t'i rezistosh kësaj pjate përmetare? Me këtë shien e limontosit në fund fare, të lumshin duart. Të bësh mirë. Tryeza sot është tamam taban përmetar. U tret besoj sheqeri, do të shtojmë tani në të për reshedin edhe një seshten e kaluar dhe tretur në ujë. Tani është momenti që unë duhet shtoj masën e tretur të një seshtes. Derisa të marrë nxehtësinë e duhur, do të razohet mirë, sepse dihet që ka këtë veti, siç e thamë, një seshtja, do të çimentoset në fund të tiganit. Pak më vonë, siç e njoftova, mos u largoni, do të njihemi edhe më tepër me gastronomin, kulinarin, recetat përmetare të vjetra dhe ato që kanë rezistuar kohëve, por këtë herë edhe në nivelin studimor, siç vinë dhe studiuesit e kulinarisë tonë. Ja ta lë pak sa. Një qytet dhe një arsye më shumë për të vizituar është pikërisht kjo tryeza e larmishme e recetave që përmeti na ofron, aq më tepër me mënyrën e veçantë që kanë gratë përmetare për t'i servirur pjatat bukur, të duket vetja sikur je jashtë në një restorant kështu luksos, për kujdesin që i kushtojnë estetikës. Kemi shumë mënyra të reshedis. Sidomos jugu dhe juglindja, po thuaj se e kanë të njëjtë. Po. Dhe reshedia ndryshon në ngjyrë, patjetër dhe nga mënyra e të përdorit, sikurse kemi dhe reshedia e pjekur, gjë që është, këtu kemi atë reshedin që është e bardhë në kokriza, gjë që e përdor skrapari. Po.
Dhe kjo është pjesa e përmetit. Reshedia ngatrohet shpesh edhe me ëmbëlsirë tjetër. Disa e quajnë kek me niseshte dhe unë kam dëgjuar shpesh që nuk është reshedi, po se është me niseshte, po pra ka mënyra të ndryshme, krahina të ndryshme, pa tjetër. Dhe është dhe një fenomen që ndodh, po flas, derisa unë të kem edhe trajtën e duhur të niseshtes, jo është fshat dhe zanat. Dhe jo çdo qytet, dhe jo çdo zanat, dhe çdo fshat ka një tradit. Për shembull, unë dua dorën e nënës time, se nëna ime e ka përdorur nga ka para të gatim të nënës vet. Por nuk do të thotë që ky është tabani. Sepse shihet ka ndryshuar dhe nga gustot e familjes, dhe nga shihet e familjes. Dikush e do me krip, dikush nuk e do pa krip. Pikërisht. Vetë përmeti është ndikuar, gjithsesi ka marrë nga zonat përreth. Ka marrë shumë, si receta, si le themi aspekte të tjera kulturore. Janë recetat e huazuara. Recetat e huazuara, sepse një anglis ka shkuar, është martuar në fshatin tjetër dhe ka çuar zakonet e nënës vet, normalisht duke ndërthurur me ato gatime që ka gjetur në atë familje. Familjes që ka gjetur. Sepse dikur, gatimet i kishte nëna ose vjera. E kishte vjera stafeten, më pas trashëgoheshe tek nusja. Pra ishte një tradit, jo e shkruar, por e trashëguar. Dhe te ku jeni këtu tek trashëgimi, shikojmë që fillon edhe në pikset, sikurse dhe fillon e trashet kjo pra fillojnë të sopë zatë të zbardhen më tepër nga nisështeja. Mjafton që mos të krijohen celula. Do t'i ullë pak nxehtësinë dhe do t'a punoj. Në fund fare, unë këtu kam grimësuar arat. Gjë që në fund fare, kur të bëhet një masë e shkëputur nga tigani, atëre ne do t'i shtojmë arat. Nuk harrojmë furën e parangrohur, që unë të vendos për pak minuta në pjekje tavën. Çfarë kam në recetën tjetër? Po pa tjetër që kam një oshmar. Ne qëndrojmë në përmet. Pra, sot ngelemi në përmet. Sofra e përmetit. Sofra e përmetit me larmishmëri të gatimeve tradicionale që na duhet të fokusohemi dhe të njohim më mirë këtë kulturë gastronomike të zonës së Juglindjes bashkë me pasuritë e tjera të trashëgimisë kulturore përmetare, të cilat duhen vlerësuar për kishat, për manastiret, për banjat e përmetit, për zonat dhe pikat e tjera si atraksione turistike, për natyrën e bukur, për kopshtarim, për kujdesin që kopshtarët, fermerët i dedikojnë perimeve, zërzavateve, trëndafilave mbi të gjitha. Ne kemi përgatitur disa ditë më përpara dhe nuk e kemi treguar likon ton. Dhe pse të mos, ta kulloj pak me petalet, dhe t'i sjell në një gotë, për që brenda asaj, brenda oazit të trëndafilave, dhe do të ndjesh këtë aromën e trëndafilave. Kurse, çamëria, këtë gatim e quan sapuni e bardhë. Çamëria. Pra, kemi tradita të ndryshme. Ato rjetën? Urdhëro? Po. Likeri, disa ditë më përpara, ne për hir të vërtetës ju treguam se si do të përgatisni lëngun e trëndafilave. Ato të famshmin, sipas zonave të ndryshme, llojeve të trëndafilave, ngjyrave të ndryshme. Trëndafilat roza kanina, me atë aromën tipike të trëndafilave, u sollën këtu dhe u treguan bashkë me Albanën se si do t'i përgatisni. Tani, në pamundësi për ta gjetur atë kullesën, po e hedh kështu dhe ka një aromë fantastike. Ne po të duam. Ngjyra e shmar është lëshuar nga trëndafilat. Aroma është ndjellëse. Një aromë e thellë e trëndafilave, shija është e ëmbël sepse hodhëm edhe atë mjaltin dhe limontosin. Ja, tani ne kemi masën e duhur të reshedis. Shiko, duhet tjetë e tillë. Pra duhet tjetë si tip gjelatine, ku ne bëjmë gelatinën e kockave. Po, në fund fare, unë do të shtoj
Ja, jap një super shije. Po të duam ne, e vendosim në një tavë, për pjekje. Me jep një tavë, po, është e madhe ajo, është e madhe që të ketë pak të... Po, të ketë pak... Ja, shiko, e gjithë masa, ose po të duam ne, ose e pjekim, ose në të kundërt, e vendosim lug. E gjithë masa, ja, kjo është. Shiko, një mas e tilë. Dhe sa fillojmë atë zhurmën, e kalojmë, ja, me një lugë, sigurisht që i duhet të ndyrë sipër. E vendos në gjalp, që luga të mos ngjitë. Jo në ujë, po në... Edhe kjo lyrja jep një shkëlqim sipërfaqes së reshedis, reshedi me arra, për përbërësit edhe njerë do t'i rikujtoja, anvisave të tjera, jo atyre të përmetit, se i dim përmëndësh se si e përgatisin reshedin, i shojmë pak së bashku, produktet e reshedis së pjekur, me 200 gram një seshte, me 100 gram gjalp, 150 gram sheqer, një filxhan kafeje qumësht, 600 ml ujë, ose gati 3 gota ujë, dhe sigurisht arra të grira. Paralelisht me përzierjen që do t'i bëjmë një seshtes qumshtit edhe ujit, në tiganin në sobë do të vendosim pjesën tjetër të ujit dhe sasinë e sheqerit. Praja, kjo është. Direkt e marrim dhe e vendosim në furrë. Në sa gradë, pa tjetër që ne e kemi, unë e kam të 220, do të atësoj tek 200, pra e ullë sepse kisha gatimin tjetër. Vendos për të pjekur. Dhe, shkojmë direkt në gatimin tjetër, që unë sa po e përmenda pak më përpara, që thash, oshmar. Oshmari, qëfar përmban, qëfar përbërësish na duhet për përgatitjen e oshmarit, recetës tjetër tradicionale, dhe nuk mund t'i lërgojmë kësa arome fantastike, me qënë se ishim të petalet e qytetit trëndafilave, një liker trëndafilash. Ndërsa oshmari, si pas traditës përmetare, ka këto përbërës. 500 gram miell, 1000 ml ujë vluar, pra 1 litër ujë të vluar, gjalp të tretur, në varësi të sasis që u doni ta ketë brenda yndyrën, krip dhe djath të bardhë. Pra miell, ujë, krip dhe djath të bardhë. Të shohim tani procesin se si do të gatuhet receta. Tani unë mora dhe vendosa ujë të ngrohtë direkt. Që të vlojmë më shpejt. Do të shtoj masën e kripës, Edhe kjo është në pjekje apo përfundon në tenxhere? Jo, pa pjekje. Oke, nuk është në pjekje. Kripën në ujë të vluar. Duhet pra ujë që të zjej. Në momentin që ngrohet, pa tjetër që do kemi shtimin gradualisht të miellit. Sikurse, në fund fare, do kemi gjalpin, gjë që edhe gjalpin... Gjalpin e tretur dhe djathin që do thërmohet. E lëm pak sa që shpejt të bëhet. Mielli është miell gruri, ja? Mielli është miell gruri. Pa tjetër që mund të përdoret, dhe të them dhe të është miell që është për pica. Sepse nuk ka të ketë miell specifik për të gjitha gatimet, miellin për pica. Shumë mirë mund të përdorim edhe miellin e imët të mistrit. Po le tjetë në ngjyrën e bardhë. Po. Ka dhe them vazhdimisht dhe im shoj gjithmonë të ezistime që ka krahina të ndryshme që e përdorin si pas familjeve që kanë gatuar në shtëpi. Edhe si pas mundësive, edhe në zonat e fshatit, pa tjetër që kanë patur djathin ose flasë për dikush ka gjizën për shumë pashme. Dhe ka përgatitur me gjizë. Pra është gjithmonë në varësi të
Floku që ka i qikon, që dalë si e ka flokun me mirë në regu. Oshmari ka baza kryesore, sigurisht mielli, djathi dhe yndyra. Gatimet tradicionale kanë qenë gjithmonë. Pak përbërës. Miell, gjalpi, mishin. Oke, në zi ujnë, se në kanë betur dhe pak minuta më thamë për ta përgatitur oshmarin. Duhet t'japim një vlim në mënyrë që të shtohet pastaj edhe mielli, të trazohet dhe gjatë trazimit të sigurisht do të bëhet një lloj brumi, jo si ai i reshedis, është një brum tjetër, ku i shtohet djathi dhe gjalpi. Kaq produkte janë. Recetat tradicionale janë recetat cilat nuk kanë kosto, po kanë shumë dashuri dhe shumë shije, nuk kanë shumë përbërës, po kanë një larmishmëri shijesh. Pak më herët e hodhëm ne për ta treguar, të demonstruar recetën e oshmarit dhe më pas do ta vijojmë bisedën në një tjetër kënd për të folur për më gjerë dhe në nivel studimor për gjithë atë aset kulturor që zona e Përmetit na. Në fillim fare, tek mielli merreni miellin dhe siteni. Gjë që shikoni që është, po, shikoj e kam situr. Do të shtoj, të lutem në iki lug, dua të më shtosh miellin këtu. Nuk shtohet e gjithë sasia e miellit, bëhet një brum mos u aty në fund të tenxherës. Pjesën e miellit këtu, sepse do kaloj në e punuar. Trasohet me kujdes, vetëm mos digjesh. Sepse është shpatull kuzhine, prandaj dhe nuk merr formën e duhur, lëviz forma e silikonit. Tjetër, po e shtoj më mirë avash se na ndihmon më shumë për të njësuar, të mos patur grumbulimet. S'ka që du punot me dorë, që këshu. Mendosh që në ato kazanët, në ato tenxheret, në ato gatimet në zjarë, në ato lugët e gjata të drurit, me ato duart. E lëm deri këtu një herë, sepse fillon edhe vështirësohet gjendja. E largoj nga nxehtësia. Tani ka qenë si do punohet kjo në tryez? Super, i shtojmë edhe? Pra, e punoj mirë edhe këtu, nuk është çështja. Duke e larguar nga nxehtësia, patjetër, duke e larguar nga nxehtësia, më pas unë do të shtoj yndyrën, gjë që e kaloj në lug në një pjatë. Në lug ose fundja, e shtroj në një pjatë, që të marrim një pjesë të vockët. Duke e shoqëruar me djathin sipër të thërmuar. Bukur. Pra e kaloj. Një pjesë të vockël në pjatë dhe shtoj masën e yndyrës që unë e kam tretur. Gjithë ky gjalpi këtu tani duhet, sepse gjalpi e ha këtë ushqim. Një të krijojmë iden për avlisave tona, në këtë minutë që na ka mbetur, thërmojmë edhe djathin. Është një proces i lodhshëm, do punë, do trazim. Patjetër që janë visat që e gatuajnë e din. Do kohë mjaftueshëm që të bëhet gradualisht, por siç e shihni, pjesa e brumit duhet të jetë e tillë. Okej. E hedhim në pjatë një pjesë Albana, si thua, të tregojmë pak a shumë iden, do të jetë më e trash. Jo, është më. Opa, shikoja, kjo më duhet derisa të filloj. Niki, tani, unë e hedh direkt, një sekundë, jo, vetëm ti të... Këtu stop. Opa. Ja. Të laj pak duart. Thërmohet sipër djathi, ndërkohë reshedis do t'i lëmë edhe pak kohë të marrja të faqen e kuqërem siç duhet dhe më pas serviret e ftohtë. Djathin sipër oshmarit, nëse doni përsëri pak yndyr, është një recetë që, pak ndoshta për zonjat, për familjet përmetare që do të dalin më pas të punojnë në kopshtin edhe të tresin në gjithë kalori që do marrin tek pjata, pa dyshim që janë të lidhura njëra me tjetrën, edhe gatimet, edhe forca e punës, në mënyrë që të ekuilibrojmë njëra tjetrën.
dhe sasia yndyrës dhe me këto 3 receta të përmetit, ne do t'ju përshëndesim nga kuzhina me këtë pamje të Oshmarit, do t'i keni në kanalin tonë në YouTube Reze Dielli, ndërsa bashkë do të shihemi pas pak për të folur për aspektet të tjera të kulturës dhe të traditës përmetare. Të lumshin duart, Albana. Faleminderit. Unë ju pres pas pak, mos u largoni. Siç e lam, do të flasim dhe do të udhëtojmë së bashku sot drejt një prej qyteteve më të bukura dhe me një pasuri të madhe kulturore siç është Përmeti. Do të flasim për traditat, zakonet, kulturën, gastronominë, këngën, vallen, veshjen e këtij qyteti që quhet si qyteti i trëndafilave. E ku më mirë se sa me zonjën Afërdita Onuzi, etnografe dhe që ka bredhur fshat në fshat në çdo cep të Shqipërisë për të na treguar diçka më tepër rreth kësaj pasurie kombëtare, duhet të thënë. Mirë se erdhët, kënaqësi që ju kam këtu. Dhe si eksperte e kulinarisë, si aktiviste e kulinarisë, siç është Dhurata Thanasi, do të na tregojë dhe do të zbulojmë diçka më tepër rreth traditave të gatimit të kësaj zone, apo jo? Faleminderit. Kënaqësi që ju kam këtu. Kënaqësi dhe për mua. Sigurisht dhe me zërin nga Përmeti për të njohur, sepse kanë nxjerrë shumë artistë, këngëtarë edhe personazhe shumë të njohur ky qytet, por përpara se të kalojmë në bisedë, ne kemi përgatitur një set përmbledhës për Përmetin për ta prezantuar për publikun. E ndjekim dhe rikthehemi në bisedë. Qyteti më i gjelbër dhe më i pastër në Shqipëri, Përmeti, përshkohet nga një energji pozitive që ndjehet në ajër nga të gjithë turistët. Qyteti i trëndafilave, siç njihet ndryshe, është i rrethuar nga malet, lumenj dhe peizazhe të mahnitse përgjatë Vjosës. I njohur për muzikën popullore, recetat e shijshme, veçanërisht glikoja dhe historinë e pasur, të vizitosh Përmetin është si të udhëtosh përmes mrekullive të natyrës. Qyteti është sa i lashtë aq dhe i ri, brenda kontureve dhe shpirtit të qytetit, sa real aq dhe metaforik, gjallojnë vlera dhe bukuri të paçmuara si besa, urtësia, paqja dhe liria, guximi dhe trimëria, toleranca dhe mikpritja, kultura dhe mençuria, cilësi e virtyte që janë gdhendur në shekuj. Qyteti 500 vjeçar që i lag këmbët në ujërat e Vjosës dhe kryet i mbështet në shpinën e malit të Dhëmbelit, shtrihet në një sipërfaqe të vogël që së bashku me rrethinat shkon deri në 929 km2. Në antikitet, kjo zonë njihej me emrin Trifilia, pjesë e rajonit Melotid. Sipas legjendës, qyteti ka marrë këtë emër nga eroi i kohëve të lashta, i quajtur Premt, i cili për të mos rënë gjallë në duart e armiqve u hodh nga guri i qytetit, një shkëm në afërsi të qendrës. I gjelbëruar si asnjë qytet tjetër me një strukturë urbane të patjetërsuar qysh nga viti 64, por e projektuar 200 vjet më parë nga inxhinieri kalabrez që njihet si Mulla Sulejmani, është unik për vlerat e tij. Në fund, Përmeti mund të konsiderohet si një mozaik i artë në kulturën tonë shekullore. Atëherë, zonja Afërdita, çfarë e bën kaq të veçantë Përmetin? Për dikë që nuk e ka vizituar, nuk ka informacion për Përmetin. Jo vetëm për Përmetin, po për çdo mjedis të banuar, të themi, duhet së pari të flitet ku është i vendosur ky mjedis, ky vend banim, të themi. Qoftë për një qytet të vogël, të madh apo për një fshat, sepse nga kjo gjë rrjedhin pastaj të gjitha të dukurit, të gjitha vlerat, të themi, dhe gjitha aspektet etnokulturore. Përmeti ka pas një fat të madh, të themi, që ka qenë, Përmeti me gjithë rrethinat e fshatrat, të jetë pranë Vjosës bukur, mahnitse, që po habit jo vetëm ne këtu që jemi pranë saj, të themi. Po edhe studiues edhe studiues të bimësisë, të ujrave, të gjithë shkaje. Pastaj Përmeti ka dhe atë pozicionin gjeokulturor, të themi, i vendosur pranë qendrave të këtilla si Korça, po edhe me Beratin marrëdhënie, me Skraparin, me Gjirokastrën, edhe me Greqin kufi atje. Kështu që i rrethuar nga ky qytetrim, të themi, madh, sigurisht edhe Përmeti përveç faktorit aty brenda, por ka ditë të marrë, të jap, të përpunoj dhe ta bëj Përmetin atë që ne na mahnit sot në të gjitha aspektet. Qoftë me
pamjen, me bimësin, me ato trëndafilat, manitës, kopshtarët përmetar të njohër jo vetëm këtu në Shqipëri, po të njohër dhe kanë mahnit edhe perandorin otomanet në atë kohë, si Bachevan shumë të mirë, dhe si Rritës Lulesh, të themi përgjithë edhe të zarzavateve kopshtar të mirë në çdo aspekt. Vazhdojnë t'i ruajnë këto tradita. Kjo është me rëndësishme, se mund të kenë qënë, po disa qytete i kanë haruar. Pra, ka një mjedis që i ruar me fanatizëm këto. Pastaj të themi përmeti këngëtarve, i muzikantëve, a mentor përmeti, apo Laverbariun, apo Vaskcurin, e të tjere, se tani të më falin ato që se unë i kam njohur në për aktivitetet etnofolklorike, të themi, përmeti me ato anvisat të jashtëzakonshme, të pastra, të rregullta, të zahireve që do t'i thot. Njerëz të qetë. Shumë të qetë, sepse ka qenë, kanë pas një qetësi shpirtërore, të themi, me gjitha këto dhe këto kontaktet me qytetërinë. Dhe këtë pozicioni që ju po shpjegoni, sepse ka të bëjë shumë ambienti, klima, pozicioni geografik. Dhe kjo ka bërë që përmeti, të ketë interferenca kulturore. Lazem nga Skrapari, nga Korça, nga Kandiku Berati, Gjirokastra, edhe Greqia. Pastaj, faktori tjetër që në gjysmën e dytë shekullit të 19 e emigracioni, gjithashtu dhe i ka pasë rolin e vetë. Dhe të themi që përmeti ka të gjitha brenda, edhe na i ofron me bujari çdo aspekt etnokulturor të tij. Për ta vizituar do t'i rikthemi pastaj disa prej, le themi, objekteve më të frekuentuara, kishat. Mund të lëm pa përmendur Leusën. Domethënë është diamanti. Ne kemi shumë për të thënë për përmetin që emisioni nuk na i lejon. Pikat turistike më të rëndësishme për dikë që dëshiron ta vizitojë, që nuk e ka vizituar ende, ndërsa për të kaluar tani këtë pjesa e recetave, të anvisave përmetare, diçka përmendëm, diçka gatuam edhe ne me Albanën, por çfarë e veçon më tepër, le themi, zonën e përmetit, sa i takon gatimeve? Për të vazhduar aty ku Afërdita shumë bukur e tha, pasurin që përmeti ka, pasurin e natyrës, e cila formson njerëzit, pra njerëzit janë produkti natyrës, është i vendosur në një ndërparqet më të bukura, më spektakolar që ka Shqipëria, është parku i Hotovës, me një bimësi mund të quhet ndër më biodiverset, sepse ka shumë pyje, ka dhe pranin e pyjeve alor, edhe shkureve, pyjeve tjera të cilat i kap zona e Mesdheut, për pasurinë e madhe që ka të mjaltit, zona e Permetit mbahet për këtë gjë dhe e tipologjive të ndryshme të rushit. Për verën që përmetarët bëjnë, raki patjetër që është simboli shqiptarëve, dhe me një fjalë gjithë këto gjëra kanë bërë që t'jenë dhe përmetarët ajo që përmendja Afërdita, mundësinë që kanë pasur edhe të marrëdhënieve me fqinjët e vetë, edhe pse është i vendosur si një xhep. Pra kur vetë ti në përmet, shkon futesh në atë, si tuash, universin përmetar, nga ato 3 malet, Vargmalet, Trebeshin, Dhëmblak dhe në Mërçk, këtej parku i Hotovës dhe me gjë spektakolare që janë kanionet dhe lumi Vjos. Dhe kjo ka për pa diskutim që do prodhonte edhe gatime autoktone që ka përmeti, duke filluar që nga atë që ne kemi shumë të zakonta, me Afërditën flasim shpejt, që është byreku, traniku i përmetit, që ata e përdorin me tranikun dhe me qepe dhe me mishje, e përdorin dhe bëjnë shumë në festat të ndryshme, apo shqeto e përmetit që nuk ka dasëm apo fejes, po edhe në vaki, ose në, po, edhe në hyrja, gjë e parë fillestare që bëjnë, është shqeto me mishqingji. Pra e kanë si hyrse, sepse edhe të mbledh, përmetarët thonë të mbledh plaçkat e barkut. Në fjallë, ajo limoni, ajo knajësia që të jep, po. Përmetarët, unë mendoj që kanë një gatim që shpeshere e flasë edhe me këta zotrin që burra që gatuajnë përmet, le themi, ushqimet tradicionale, si një miku im që quhet
që ka një restorant shumë të rëndësishëm në Përmet dhe flasin për tasjebapi në Përmetit. Tasjebapi? Po, tasjebapi në Përmetit e përdorin sigurisht për vdekje, po ka dhe legjenda mbrapa këtyre. Pra, i kanë të lidhura me legjenda shumë gjëra. Në fjalë nuk i kanë të thjesht të folura, po kanë një tregim historia, po storytelling që tregojnë edhe këtë përmetarët e kanë qef ta tregojnë ta, ose ti përdorin gatimet e tyre pikërisht në festat, nuk i përdorin gjithmonë, kështu si që përdorim ne për shumë në zonat tjera, po bëjmë sot një tas kebab. E kanë të përcaktuar se kanë dhe një larmishmëri gatimesh. Pra byrekët, ato byrekun me ithra që ata e bëjnë shumë. Edhe me kungull. Byrekun me ithra, po bëjnë ato këmbët e kecit, i bëjnë gjithmonë me oriz, për shumë. I kanë të veçanta. Apo kukurecin pa tjetër dhe këto, po bëjnë kolet e famshme, që i bëjnë dhe me ves, kolet që i mbushin ose me mish qingje ose me mish vici, po edhe me mish keci. Pra kanë disa mënyra, i kanë të ndarë, kush i në fjallë, ortodoksët i bëjnë ndryshe, brenda të njëjtë zonë ka gatime të ndryshme që bëjnë dhe diferencë, ose e njëjta recet mund gatuhet ndryshe. Glikot e famshme, një nga glikot e famshme, se ne me afërditën edhe kemi që në pjesë të një procesi shumë të rëndësishëm që është certifikuar si specialitet tradicionali garantuar, jemi në një komision ku i kemi dhënë markën specialitet STG, është glikoja arës, që e bëjnë shumë të famshme. Është simboli përmetit, edhe si e bëjnë përmetarët, bëjnë dhe të fikut ata dhe bëjnë dhe shumë edhe të shumë gatimeve të tjera. Ka një tradit, po, patlıgjanin e vogël, ka një tradit që kur ndodhnin vaki, përdorin shumë reçelin e rushit dhe vendosin atë vazon, le themi atë kupën, e vendosin aty me lugë, që se cili pasi kish pirë kafen, të merte dhe një të mbëlsoj. Nëse zonat e tjera e kanë me atë halvën, për vaki, Përmeti e ka me reçelin e qershis, për shumë, që e mbanin gjatë gjithë vitit. E kishin sepse dhe prodhonin më shumë. është shumë ka shumë zona qershie dhe e përdorin, e bëjnë shumë reçelin. Që është edhe sezoni tyre tani, edhe janë në festë pranverore për gatimet. Bëjnë petullat e rëme, ose të reme që i bëjnë me qep të njoma, me nenegjik, shpesher pasi mbarojnë, i fusin dhe në kos, edhe i hanë, pra kanë shumë gatë. Për të mos thënë dhe këto tërhanet që i bëjnë, ose qorbë që i thonë, nga Përmeti e quajnë qorbë, petkat i bëjnë dhe ata, i kanë si zajre dimri, qajrat e ndryshme, kanë rakinë e Rigonit, sa Afërdita është e një rakinë, më qëndroni pak këtu ta tregojmë pak, por nuk doja që të më largohet, sepse është dhe për rrugë më thonë, për të patur në një lidhje virtuale, kemi kënaqësinë të dëgjojmë bilbilin e këngës përmetare, zotin Vask Curit, të cilin e kam në një lidhje të drejt për drejt dhe ju përshëndes dhe ju falenderoj për kohën tuaj. Edhe unë ju përshëndes ka Përmeti. Të përshëndesim si një nga zërat e paruar përmetar, më përfaqësues të këngës përmetare, do doja për jush do t'i Vas të na tregoni diçka më tepër për historinë e këngës përmetare. Çfarë veçorie ka kjo këngë? Dhe si është ruajtur brez pas brezi? Unë di që ju keni bërë edhe një libër, apo jo me gati mbi 500 tekste të këngëve përmetare. Po. Atëre, këngë Përmetit, si ato që folën para mua i përshëndes, Afërditën dhe Aduzojnë tjetër. Zonja Dhurata. Gjëra shumë të mira, shumë të bukura për çështjen e gatimit të Përmetit. Dhe kemi të drejtë që mburemi një çik me Përmetin, po jo dhe kaq se të gjithë njerëzit, siç janë në Shqipëri, po veçanërisht ky Përmeti dallohet për këto gjërat, për lumin, për malet, për natyrën, për uja termale, për kishat, dhe ka një kulturë të madhe. Tashi, unë po flasë për këngën. Me këngën unë i kam mbledhur të gjitha në librin tim që ka 500 faqe. Edhe të gjitha faqet janë me nga poshuama nga 2 këngë, është i përkthyer në anglisht. Edhe flasësh për Përmetin për çështjen e këngëve, vërtet që ka, nuk jam unë vetë, kam dhe Usta Laverin që kam qenë atëre,
kam punuar bashkë me të me mentorin, me Ylli Zeqirin. Do më thënë, Përmeti ka ikur goj pas goje, kjo kënga e bukur e përmetare. Dhe unë tani kam afër një klip që po pres kamerat nga Tirana për ta bërë këtë këngën, realizoj një këngën e radhës. Pra, ju përveç se këngëve të vjetra përmetare, keni shkruar dhe këngë të reja për Përmetin, duke vazhduar atë tradit. Dhe më interesantja është se kanë shkru dhe të tjerë këngë të reja, po Vaska, që është për të theksuar kjo, ruan gjithnjë traditën në mënyrën edhe në formacionet orkestrale dhe në mënyrën e të kënduarit dhe për këte Vaska meriton në pjedestal. Prandaj është dhe përfaqësuesi i ide një këngës përmetare. Po. Ju vetë, zoti Vaskë, cilën këngë e keni më afër zemrës? Se ne tani nuk mund të lëmë të ikësh pa na kënduar diçka, një refren, një këngë që dëshironi ta këndoni. Po këngët të tëra të mira janë, megjithatë unë... A ka nuk ato burime? Këte që po nëzirë tani është shumë e bukur. Përgjithsisht Përmeti ka këngë me dashuri, edhe nuk para i flasin në erojit e këtyre me i fjalë. Këngë të vjetra pak ka legenda, pak këshu, po më të shumtat i ka me dashuri. I këndon trëndafilit, i këndon qershis, i këndon fushave të malit, pyllit, jeshilit. Edhe kështu që pa tjetër nga këto bukuri që ka dhe edhe ai që do të shkruaj do t'i lind diçka. Unë s'kam çfarë të këndoj unë tani, çfarë doni në një gjë ju për të kënduar. Një fragment të vogël për shikuesit tanë kemi me kënaqësi, edhe me kërkesë të zonjave, apo jo? Shumë kënaqësi. Ato që ndjeni ju më afër zemrës tuaj, ose ndonjë këngë që u kujton rinim për shembull. I keni kënduar për dekada të tëra Përmeti, qytetit të trëndafilave, keni fëmirin, çdo rrugit, çdo cep ju kujtoheni me nostalgji për ato periudhë. Një këngë të vjetër do doja unë për shembull. Këndoj një çup që ngrihet që në mëngjes që çupa përmetare. Gorziloku në obor, edhe i bie Baçës mes përmes që këpu trëndafil, edhe i thot përse çdo lulja trëndafilit të gënjej bandillët. Domethënë që merr një buqet me trëndafila, me borzilok, me kështu dhe e vën tavolinë. Përmeti këto i ka të tite, sidomos tani po të vish tani në këtë kohë, nuk shikon gjë pa mbuluar me trëndafila, me lule, që mbjellin gjithë përmetarët mbjellin. O që ngrit lulja moj në mëngjes, o hira Baçës moj mes përmes, moj këpu trëndafil me ves, o që do lulja trëndafilat, e po të gënjeja moj bandillat, edhe të tjera. U përlodhur ata. Bravo. E ndjen në shpirt. Jo, se më pëlqen shumë. Shumë të bukur, po tani kam si, domethënë, nuk e nxjerr sa të filmohet. Është me ditë për të dalë në televizion. Për të dalë si projekti i pasardhës juaj. Është një këngë e bukur, që ca kolonjar morën një çup nga Përmeti, që ishte aq e bukur ai që i thoshte me nishan në ballë. Edhe erdhën e rëmbyen këta kolonjarë dhe kështu, edhe me një fjalë kanë ngelur këngë që atëre. Ja, për të treguar atë lidhjen e fortë të zonave përreth që shpjegoi edhe zonja Fërdita. Po janë këto edhe këngët që këndohen në përdasmat përmetare, që janë aq të bukura. Nuk e di, se s'dua ta ndaloj, zotrin, të flas një çik. Po, përdasmat tjene ne kemi në çdo hap që jetë dhëndri, në çdo hap që jetë nusja ka këngë. Ka këngë të këndura edhe kur mbarin ujë, janë gjëra të bukura shumë. Ajo kënga ku merret nusja, cila është karakteristike, tipike e dasmës përmetare? I thonë sa i për nusja në kalmë, sidomos kur i këta atëre. I thonë, mos më qaj më i desh bordure, mos më qaj se mu trete mos mure, mos më qaj jo i dhe dritë se të prishen stolit, se duke qarë, edhe të mbajnë që këtë qarët këshu. Pasta ka humoriste, ose kur i ven në dëndrit në 12 natës që i ven në pushin uj, edhe unë i sa vajta për uj arova kënaqen i tona se bucelës të botë. Edhe i marin me atë ujë që i ven marin në gjithë prush që njerëzit e dëndrit,
E pastaj dahet vëndri që vjen berberi, pastaj dhe është rrite, janë shumë të gjitha që ato i din aty. Ishte e detyrueshme të qante nusja, sot ka nusja që qajnë? Si? Ishte e detyrueshme që nusja të qante, pra nuk quheshe normale nëse ajo nuk derte pa pilot. Po e ndjente gjithsesi, patjetër. Nusen detyrimisht se kur ipën, domethënë që le prindrit e saj, edhe i vjen një nga shëba, jo se do të qaj se zbën. Po edhe këngët e bëjmë të mallëngjet, apo jo? Unë mendoj që i gjithë riti tradicional, që nga dita kur fillon përgatitja e pajës, e deri kur nusja del nga dere babait, e shoqërohet o nga daja, o nga dhënd, o nga vllai, të gjitha këto bëjnë pjesë në një ritual i cili mbart shumë emocion. Dhe në momentin që ndodh dasma pa diskutim, këngët, gjithë kjo atmosferë qonë që unë këndoj zotëria dhe u përlota, imagjino të martohesh e gjithë kjo gjithë. Dhe doja thosha zoti Vask, ju jeni thesar i popullit shqiptar, unë adhuroj njerëz si ju. Dhe unë mundoj që kudo që jam, në çdo televizion që jam, të nxis të rinjt, ata që shkruajnë këngë të reja. Sot në Shqipëria paraqitet me një këngë shumë të jashtëzakonshme, Shkodrën elektronike. Dhe di pse po fiton, di pse ka fituar, se ka këmbët në tradit. Asnjë shqiptar që s'ka patur këmbët në tradit nuk do të shikoj përpara, nuk do identifikohet. Dhe unë u them të rinjve, kompozitorëve, të shohin nga ju, nga gura popullore dhe të marrin pjesë nga këngët tuaja, nga vargjet tuaja dhe të ecin përpara, se sigurisht tradita do eci përpara. Ju jeni thesare i këtij populli. Faleminderit, është shumë më se e drejtë për kompozitorët që nuk e kthejnë syrin nga folklori bazë. Tani kanë filluar, ka këtu që e trazojnë këtë punë, se nuk mund të këndojnë një për shumë nga tradita e Skraparit, ta zëmë se Skraparin kemi gjithon, po një tjetër, një Shkodranë, ose unë të këndoj këngën e Shkodrës. Sa doj ta këndoj unë, nuk e këndoj do si Shkodrani. Kështu që këta e kanë mësuar që i vjen Shqipëri sa ne mban dhe i bëjmë ne të gjitha tonë, po nuk bëhen kështu këngët. Dhe detyrimisht pastaj do elementin folklori. Jo mbet cilësia e këngës, jo mbet tradita e zëri bukur, avasi si thonë. Kështu është vërtet. Zoti Vask, ju vazhdoni të jetoni në përmet, nuk e keni braktisur qytetin tuaj, jetoni aty. Shiko, unë edhe këngë përmetare nuk bëj mëtutje se kënga përmetare. Një, nuk e le përmetin edhe kur kam... Bëj mëtutje. Bile unë, po të them të dy lafe, unë tani jam në një shtëpi në fshat këtu se po merrem me bletët. Unë kam blet, jam dhe një fermer i vogël. I dua shumë natyrën, po të dalësh jashtë të dëgjosh se si dhe zojtë dhe kështu, po nuk ishe ku ta kapja, do me thënë kamerën për ju, se është vënd i tillë. Edhe do ishëm graqë së bashku se midis të fjalosur si do bënin për t'jo dhe zërat e bibilave të këtu, se jam mes të luleve. Por, do të alëm një ditë tjetër që të vim me kamerën tonë të filmojmë në kopshtin tuaj, si fermer, duke u kujdesur për bletët, për oborin, për lulet, për gjithë kopshtarin. Pa tjetër, unë mund të dalë pak në obor, ta shikoni, po do të marrë kamerën me drete më lëtis. Ju do të bëni këtë proces, ne do kalojmë në reklama, sa ju të jeni gati. Kështu që shkëputemi për reklama, sa zoti Vask të jetë gati për të na treguar këtë atmosferë të bukur. Ju presim, reklama. Jemi sërish në studion tonë për të folur për përmetin dhe siç na premtoi zoti Vask Suri aty në kopshtin e vet, do të kemi mundësi të lidhemi tani drejt për së drejti për të na treguar paksa nga dita e bukur që më zotëron sot aty në kopshtin e vet, sa që është një fermer i vogël që merret me bletët, që merret me kopshtin si çdo përmetar tipik, që kujdeset për tokën edhe për natyrën e bukur përmetare. Ja të shohim tani nëse kemi të lidhur drejt për së drejti. Përshëndetemi përsëri me ju, zoti Vask. Na tregoni, pra ktheheni kamerën nga ana tjetër, trëndafilat janë ato, roz? Po. Ju jeni në cilin fshat? Unë mbi përmet jam. Mbi përmet. Ja tani. Po shkojmë përmet. Kamerën nga ana tjetër që të shohim kopshtin tuaj. Mire kam. Cicërimat, ja do të shohim të konfirmojmë nga regjia, cicërimat po i dëgjojmë dhe nuk ka gjë më të bukur
Çfarë qetësie dhe çfarë bukurie. Tani është dhe sezoni që të këndon shpirtin në atë atmosferë. Ja dhe vetëm dhe 1 minutë që të shkojete bledët këtu, asë në 20 minutë. Mjalti që prodhoni, është sezoni tani i prodhimit të mjaltit, apo? Po, është tani fillon e blidhet, po. Ose është mbledhur nga pranvera? Është, jo, dhe tani ka filluar, se ndoshta edhe me ngrojen shumë lullëzimi fillon dhe më pak më përpara, po. Ka filluar. Ato ambisat që thanë për të gatuar byrek të këto jetë. Barishtet, lakrat e egra, ithrat, barishtet e tjera, rushi gjithashtu, sheg, qeshit, a janë bërë qeshit? Apo është pak më vonë sezoni? Qeshit janë aty poshtë, ja, aty në bletët, ja. Ja, edhe bletët përbovën. Sheg. Asgjë më shumë se të qëndrosh në atë natyra ishte bukur, të çlodhet trupi, edhe frymëzohesh. Festat e pranverës dhe të verës, padyshim që janë shumë tipike. Po festat e shënmërisë. Ja, po ja afrojemi birbilit. E kuptuam, zoti Vak, sepse nuk lëvizni nga përmeti. As keni pse të lëvizni, jeni shumë mirë aty. Mjaltin e prodhoni vetë? Po, vetë. Bukur fort. Do të japë edhe juve. Për t'i vjelim me meri prapë në atë. Të falenderojmë. Tani kalendari juaj i gëzime familjare si është për verën? E keni një agent të ngjeshur? Brënda, jashtë kufive? Po, në Amerikë do e ki. Kam një rrugë. Shikoj, në 15 qershor. Kam edhe në tetor, kam 2 rrugë. Nuk do doja që të shkëpusja këtë kolonën muzikore të cicërimave dhe shumë suksese. Shumë suksese. Ju falenderojmë shumë për lidhjen dhe kohën tuaj. Faleminderit dhe ju përshëndesim nga studio e Rezedielli. Ishim me Bilbidin edhe gjithë mirat dhe ju dhe unë të përshëndes. Falenderojmë shumë. Të falenderojmë. Ju presë për me. Jo presë për me. Me gjithë të natyrë të bukur, ne u vetëftuan faktikisht dhe në kopshtin, ku ka pa dyshim një arsye më tepër për ta studiuar çdo kopshtar edhe çdo përmetar. Një përmetar e tjetër do të kemi pak më vonë, sepse e lam tek receta tradicionale, tradita që vazhdon. Unë di që ka dhe një recet me kërpudhat e malit, një tavë që bëhet nga zonjat përmetare. Shiko, unë nuk pretendoj që i ditë gjitha recetat, këto kryesorët që ata gatuajnë, sidomos baktin e imët që gatuajnë shumë mirë, përmetarët e mish në pjekur, po bitë gjitha lakrat e egra, ato i gjenë gjithmonë në përmet. Nuk e di se si arin që edhe, po pa tjetër, qajrat që nga gulicja, që nga kalendula, blirin, si që përmëndëm, bën një raki shumë të veçantë, përveç rakive tjera që bëjnë, është rakia e rigonit, distilimi i saj, është shumë e veçantë, më tepër ka për efekte edhe shëndetësore, se është që raki e fort, ka shumë karakter, dhe në përgjithësi infeksionet rekomandohet shumë edhe për sëmundjen e zjarrit. Pra duhet pirë nga gjithë pjesën e sistemit të zorëve dhe ajo e sepse ka rigon edhe është anti-inflamator. Është shumë e mirë. Përgjithësi e përdorin edhe për parandalim, nga një gotë të vogël tek e përmetarët e... Unë kam qenë njerë në bërjen e rakis. E përdorin shumë, ka në rehanin shumë të famshme, që e bëjnë me rush, të cilën gjatë bearit. Te rehania skraparit si kur jam e drejt, ndoshta po që bëjnë edhe shqipqit dhe Gjirokastrës gjithashtu. Nuk e di si kam kanë më shumë erë. Pra, ato fqinjësia me këto zona, i jep... Po pasha qoftet i bëjnë njerë. I bëjnë si punë Gjirokastrës, i bëjnë dhe përmetarët, i bëjnë dhe gjitha o zonë. Po ka ditur përmeti të mbledh, të huazoj, dhe pastaj t'i mbaj këto në atë strofkullën e vetë të një mbërësirë që ata e bëjnë çuditërisht, e bënim dhe ne në Vlorë, pra familja e gjyshërve të mi, është reshedia. Reshedin ata e bëjnë si puna e asudes, po e bëjnë në një mënyrë shumë të veçantë si kristale, me një fjalë si thërime e bëjnë, do shumë gjallë.
fjalë, pa tjetër edhe një seshten jo të misrit në duket, edhe e përgatisin sepse përmetarët e bënin dhe vetë një seshten. Pra një seshteja nuk blihej, e bënin vetë, ishte një proces shumë i gjatë, dhe e bëjnë me një pet poshtë edhe pet sipër, dhe e pjekin sërisht. Pastaj është shumë e veçantë. Reshedia që e kanë të tyre. Lokumet me miell bajamesh. Lokumet e bajamta, lokumet e bajamta. Për rase dasmash. Është gjëja që mund të themi është në gëzime. Shumë e më të veçantat që ka përmet. Si marsipan është të jashtëzakonshme. Dhe me atë lëngun e trëndafilat, ndoshta zonja që do flas, ajo i di dhe më mirë. Ndoshta e kemi në një komunikim virtual, një anvis, është mësuese me profesion, Brunilda Macingo, nëse e kemi gati dhe i kërkoj dhe ndjes që na priti, e bëjmë gati atër për ta patur prezente. Do ishte mirë të kishim një nga gjyshet e vjetra përmetare, nuk kam rritë mdodhë që të komunikomin me to, po ndoshta do t'a lëmë. Unë tani do t'i shtoja diçka tu në botën e dhuratës, e cila nuk është vetëm një, po është edhe studiuse e mirë e ushqimeve tradicionale. Është mënyra si shtrohet tavolina në përmet. Në çdo fshat të përmet është kulturë e veçantë. Një mënyrë, dhe më nuk e themi në restorantet më të mira, shërbehet në atë mënyrë si që shërbet në fshatrat e përmetit. Qyteti nuk diskutohet. Unë pakte nga ekspeditat e mia kam me të mahnitur nga kjo mënyrë. Është një zonë, edhe zona e Lungjeris, përmeti, edhe Qepanikni nga Skrapari, që jam kuqi Vlorës, që më kanë mbet kështu si gjërat veçanta, se si shtrohet tavolina. Me lugën, me pirunin, me pjatancën, me shërbet direkt. Me një kujtes të veçantë. Një të themi një ceremonial i bukur në mënyrën si shtrohet tavolina. Është pjesë të dëshmi e kulturës të tyre. Lule, edhe një tuf me lule. Në mes të tavolinë. Sinqerisht po them në fshat, unë jam mahnitur nga kjo mënyra si shtrohet ushqimin tavolinë. Ndaj edhe për vizitorët e për turistët është diçka e veçantë. Dhe nuk është se e kanë vu tani, po është një traditë e tyre, e krejtë e natyrshme. E përbashkëta, e mëruzi përbashkët të dyjave juve është fakti që e keni shëtitur, keni shkuar, keni parë, keni provuar, cep më cep, njëra për anën e kulinare gastronomike të secilës zonë të Shqipërisë, tjetra për të gjithë, të rjetë të tërë etnografike dhe kulturore përmes traditave. Unë nuk bëj tutje nga, dhe ne nuk bëjmë tutje nga, bëjmë punën tonë vetëm, më tutje nuk dalim. Po, e drejt, e drejt. Për të theksuar, ndoshta Afrodita e ka, ne me Afroditën flasim shumë, jemi shumë në sintoni me njëra tjetrën, po ajo që ka do të theksoja për përmetin si shembull, edhe për turistët vendas, se përmeti tashmë shikohet gjatë gjithë vitit, duke ofruar këto banja termale të cilat gjatë gjithë vitit të ofrojnë mundësinë për të shkuar dhe për të kuruar, për të kënaqur edhe për të shijuar gatimet e zonës. Është dhe bashkëtesa fetare, kanë pas një bashkëtesë të jashtëzakonshme. Shkonin mirë me njëri tjetrin, 14 kisha ka si zonë. Është jashtëzakonshme, kur përmendi Leusën, Kosina, e shumë të tjera brenda manastiret, po edhe xhamit, ka një 4 xhami shumë të veçanta. Emri i saj quhet Trifilia, unë vonë e kam marrë vesh. Unë nuk e di Trifilia që e quajnë me një fjalë dhe më vonë kur vendos nga i shkëmbi madh. Trifilia është një emër i uazuar grek, domethënë që tregon tre miq, tre shokët. Dhe është emri i vjetër i përmetit, po zotria Premt që u hodh me një fjalë nga shkëmbi, edhe ju dha emri përmet, legjenda, ka një legjendë. Pra ka shumë gjëra për të parë, si dhe udhëtimet, ka një fshat që është Petrani që më pëlqen shumë, jashtë mase, është shumë i bukur përveç se. Ta një mos ti veçosh se... Jo, mërzitën përmetare të marë pastaj, do mërzitën përmetare. Nga atraksionet e rëndësishme përveç banjave termale, ndërkohë kemi Brunilda Macingon, që është mësuese përmetare, kemi tani drejt për së drejti, kërkoj dhe një rëndjes, sepse është mësuese, është në proces mësimor dhe lam që të priste, nëse vazhdojmë ta kemi drejt për së drejti, do ta përshëndes për të na treguar diçka më tepër. Ju përshëndes Brunilda. Na duhesh një përmetare për të na treguar diçka më tepër rreth kësaj tryeze që po flasim, se si sa bukur zonjat përmetare gatuajnë, sa bukur e shtrojnë tryezën, pak për dasmat përmetare, më trego pak më tepër ju, nga eksperienca juaj. Ju keni lindur aty, jeni përmetare, apo jo? Po, unë jam lindur dhe jam vajzë përmetare.
Qyteti Përmetit është një qytet shumë i pritës, edhe ndryshe kemi quajtur edhe qytetin e trëndafilave. Po. Traditat e kulinarisë përmetare janë të pasura dhe të njohura në mbarë Shqipërinë për shijet e tyre autoktone, naturale dhe që i trashëgojnë brez pas brezi. Atë që nëna tona ne kanë trashëguar neve, unë më trashëgoj dhe vajzave të mia. Kemi përmenda shqeton, kemi byrekun, kemi dolmat, kemi mesnikun, kemi përseshin me pull, e të tjera. Por kryesisht byreku dhe shqetua janë ato që na karakterizojnë më së shumë. E vërtet. Do doja të dija diçka për dasmat përmetare. Ju jeni martuar sipas traditave dhe zakoneve të dasmave të famshme përmetare. Më tregon ndonjë ritual të veçantë që nuk e kanë zonat e tjera. Me thënë të drejtën, nuk jam martuar sipas traditave të vjetra, por jam martuar sipas kohës moderne. Ishte zgjedhja jote? Po diçka për shembull mamaja juaj, nëse është martuar me sipas traditave. Do të dilja te llokumet me bajame, prandaj do të dilja dhe unë. Si është martuar mamaja ime? Mamaja ime është martuar në atë kohë me mbledhëri. Ashtu i ka qenë ajo kohë atëre. Dhe kam patur traditat e tyre kur vinin krusçarët. Tani, këto janë ato që më ka treguar ime më, sepse unë vetë nuk e kam arritur atë periudhë. Vinin me kale, me rinë atje, nuk ishin kuajt si një, nuk ishin makina si një transport, përdoreshin kuajt. Edhe ishte diçka shumë e bukur. Me çfarë i qerasnit Krushqit, njerëzit që vinin për vizitë për ditën e dasmës? Patjetër ishin llokumet, rakia, glikoja, këto ishin baza. Paja e nuses, baza ishte llokumja, rakia dhe glikoja. A vazhdon në ndonjë, le themi, kjo paja siç është në shumë zona të Shqipërisë, paja e nuses? Patjetër, e padiskutueshme. Patjetër. Ajo vazhdon dhe sot ka qenë edhe është. Paja e nuses është gjithmonë traditë. Çfarë kishte nusja në valixhen e saj të pajës? Me veten. Çfarë përmbante paja e nuses? Ose çfarë përmbante paja e nuses? Duke unë nisur që nga dhurata që i bënin krusçarëve, e pare, do niste me dhurat, pastaj paja do përmbante çarçafët, jastëkët, gjithçka që i duhej një çifti të ri. Dhe për më tepër pastaj ato ritualet e vogla ditën e dasmës që ndoshta na duhet një emision tjetër për të folur për gjithë rritet e tjera të dasmës specifike që tek PL. Një nga traditat që mund të mbaj mend është kur nusja ditën e shtëpia, dikush i ma lagte rrugën, kuet ajo e lagte me raki, dhe para momentit që nusja hipte në makinë, atje do t'i dheshin karamele dhe pastaj do të thyej ajo shishe e ngelur bosh nga rakia, do të thyej aty. Të ikte syri keq, e kështu. Të ikte syri keq, ishte një lloj bestytnie edhe shumë të tjera. Kudo se hidhin ujë ose raki, pastaj gjithë të rri karamele, të rri. Në çdo fshat. Po, duke qenë se Përmeti ka rakinë vet që ka të njohur. Por është një traditë jo vetëm shqiptare, për hir të vërtetës, e kanë gjitha vendet ballkanike, ngado përdorin, edhe grekët e përdorin në shumë gjëra. Të falenderoj shumë Brunilda, të uroj ditë të bukur. Ju falenderoj dhe unë. Jeni shumë të mirë. Edhe para se ta mbyll intervistën, dua ta mbyll me disa fjalë të poetit Noli, ku thosh, në qoftë se do të jetosh si mbret, stoprën shtruar e përysmet, e gjen vetëm në përmes. E pa diskutueshme kjo. Të falenderojmë dhe njërë, turojmë ditë të bukur. Falenderoj zonjën Afrodita, zonjën Dhurata, për gjithçka folëm, ndoshta nuk ishte edhe koha mjaftueshme, ka shumë akoma më dhe më tepër për të hyrë në për skuta të tjera dhe për të nxjerrë shumë element të traditës, etnografisë. Etnografia ka nga polifonike, e përfshirë në UNESCO edhe shumë aspekte të tjera kulturore. Por gjithsesi shumica u krijua. Për ata që nuk e kanë vizituar Përmetin, një arsye më tepër është të shkojnë ta vizitojnë dhe të provojnë gatimet e këndshme. Tashit te polifonia, mos më shkon Përmet. Më rrinë në vlot, kemi zonat të tjera, ju falenderoj dhe njëherë. Ne do të përshëndetemi së bashku, kalofshi një ditë të bukur. Mirupafshim.